Pas tragjedisë së rënë në Durrës ku humbën jetë 2 të mitur dhe u plagos një tjetër, mazhoranca ka propozuar ndryshime të forta në kodin rrugor, me synim rritjen e sigurisë në rrugë dhe ndëshkimin më të ashpër të shkelësve. Një nga masat kryesore lidhet me drejtimin e mjetit pa patent. Sipas draftit, kush kapet duke drejtuar automjet pa leje drejtimi, përveç përgjegjësisë penale do t'i shtyhet e drejta për të marrë patentën me 1 vit, ndërsa për të miturit kjo periudhë shkon deri në 2 vite. Ndryshimet të rëndësishme prekin edhe shoferët e rinj, ata që kanë patentë të kategorisë B prej më pak se 24 muajsh. Për ta do të zbatohet tolerancë zero ndaj alkoolit, kufi më të ulët shpejtësie dhe ndalimi i drejtimit gjatë natës, nga ora 12 deri në 6 të mëngjesit, pa një shoqërues me eksperiencë. Gjithashtu ndalohet përdorimi i telefonit me dorë, jo vetëm për drejtuesit e makinave, por edhe për biçikletat, motorët e vegjël dhe monopatinat elektrike. Një tjetër masë e fortë është heqja përgjithmonë e patentës për drejtuesit që përsërisin shkeljet e drejtimit në gjendje të dehur. Drafti pritet të diskutohet një kuvent, ndërsa autoritetet e konsiderojnë këtë paketë si një hap të domosdoshëm për të frenuar aksidentet dhe për të rritur përgjegjësi në rrugët e vendit.